Përshëndetje të dashur nxënës. Shpresoj të jeni mirë me shëndet dhe do të mundohemi që përsëri të vazhdojmë me mësimet online. Unë sot për ju kam përgatitur për nxënësit e klasës 7 temën nga tema algebra dhe zgjidhja e problemeve, mësimin zbatimi barazimi lineare me një të panjohur. Pra, do të shohim se në jetën e përditshme neve hasim me probleme të ndryshme matematikore, të cilat jepen me fjalë, por neve duhet të zbërthejmë ose të përkthejmë në gjuhën e matematikës. Pra, të dashur nxënës, shpresoj të kaloni bukur në këto ditë të vështira. Së pari të keni shëndet, të kujdesni për shëndetin tuaj, rini në shtëpi dhe mundohuni të mësoni përmes platformës online. Si që thash më parë, në jetën e përditshme hasim në probleme të ndryshme matematikore, probleme të cilat janë dhënë me fjalë, ndërsa neve duhet t'i përkthejmë në gjuhën e matematikës. Për t'i përkthyer ato probleme në gjuhën e matematikës, do t'i përdorim barazimet lineare me një të panjohur. Prandaj, kam përgatitur një prezantim në lidhje me zbatimin e barazimeve. Të shohim disa shembuj ku kemi zbatimin e barazimeve lineare për zgjidhjen e problemeve. Të qasim me disa probleme për të cilët do të shfrytëzojmë barazimet për zgjidhjen e tyre. Shohim shembullin 1. Në vizatim janë treguar 3 thupra. Pra, ja ku e kemi vizatimin që janë 3 thupra të shënuara një me x, tjetra gjatësi x dhe tjetra gjatësi 5. Gjatësia e përgjithshme të gjitha thuprave është 32. Tash, nga ky vizatim ne duhet të shkruajmë barazimin që lidh 3 gjatësit, pastaj të zgjedhim të caktojmë vlerën e x-it. Çfarë si veprojmë? Së pari i përgjigjemi pyetjes nën A. Me thënë të shkruajmë ose të formulojmë barazimin. Të 3 gjatësit kanë shumën 32, që do të shënojmë njëra gjatësi x plus tjetra x plus 5 bëjnë 32. I mbledhim antarët e ngjashëm, do të thënë mbledhim x plus x, që bëjnë 2x plus 5 barazim me 32. Në të dy anët zbresim. Tani zgjedhim i përgjithshëm pyetjes nën B, do të thënë zgjedhim barazimin 2x plus 5 barazim me 32. Në të dy anët zbresim 5 dhe fitojmë 2x barazim me 27, pestojmë të dy anët me 2 dhe fitojmë x barazim me 13 presje 5. Pra, të kthehemi pak mbas se zgjidhim barazimin, do të thënë kemi barazimin 2x plus 5 barazim me 3, do të thënë, dhe tash këtë barazim, dhe tash në të dy anët zbresim 5. Kur zbresim 5 në anën e majt, 5 minus 5 bëjnë 0, mbetet vetëm dx, kurse në anën tjetër 8 minus 5 që bëjnë 27. Tani të dy anët pasi para x-it kemi 2, pestojmë me 2 dhe fitojmë x barazim me 13 presje 5. Do të thënë gjatësia e njërës thupër me ngjyrë të kaltër që kemi është 13 presje 5. Shohim shembullin e dytë. Formulo barazimin për shumën e këndëve në figurë, do të thënë e kemi një trekëndësh, ku kemi të shënuar këndet x plus 5, 2x minus 16 dhe 3x minus 1. Tash, përgjigjemi pyetjes nën A. Shuma e këndëve të brendshme në trekëndësh e dim se është 180 shkallë dhe tani formulojmë barazimin. X plus 5 plus 3x minus 1 plus 2x minus 16 bëjnë 180 shkallë. I mbledhim antarët e ngjashëm, do të thënë antarët e ngjashëm kemi x-in, 3x-in dhe 2x-in. Kur i mbledhim së bashku bëjnë 6x dhe kur antarët tjerë kemi 5 minus 1 dhe minus 16, kur i mbledhim ato bëjnë minus 12. Do të thënë kemi 6x minus 12 barazim me 180 shkallë. Pra formulojmë barazimin 6x minus 12 barazim me 180. Tani zgjedhim barazimin e dhënë. Në të dy anët shtojmë 12
dhe fitojmë 6x minus 12 plus 12 bëjnë 0, 180 plus 12 bëjnë 192. Tani, barazimin 6x barazimin 192 e pjesëtojmë me 6 të dianët, që mbetet x i barazim me 32 shkallë. Pra, edhe njerë të kthehemi se si e zgjedhim barazimin 6x minus 12 barazimin 180, më dhe në të dianët shtojmë 12 dhe fitohet 6x barazim me 192 për arsye se 180 plus 12 bën 192, kështu që mbetet i pjesëtojmë të dianët me 6 dhe mbetet x i barazim me 32. Shpresoj se e keni të qartë edhe këtë shembull. Kalojmë në shembullin tjetër. Në vizatim janë treguar 3 shufra. Tani kemi të shënuara me y, nuk do të thotë që gjithmonë të shënojmë me x, mund të shënojmë edhe me ndryshor tjetër y. Dhe tani të shkruajmë barazimin që lidh 3 gjatësitë. Kemi të caktojmë gjatësinë e vlerës y në b. Përgjigjemi pyetjes në na. Të 3 gjatësitë kanë shumën 23. Formulojmë barazimin y plus 5 plus y barazimin 23. Mbledhim antarët e ngjashëm, kemi y plus y bëjnë 2y plus 5 barazim me 23. Dhe më thënë, fituam barazimin 2y plus 5 barazim me 23. Dhe tani, i përgjigjim pyetjes në b. E zgjidhim barazimin 2y plus 5 barazim me 23. Zbresim 5 nga të dianët dhe fitojmë dx barazim me 18. Tani, të dianët e barazimit, pasi kemi 2 para x-it, pjesojmë me 2 dhe fitohet x y barazim me 9. Kërkoj falje, gabim në vend të x-it, y kemi shënuar x, që nuk është problem, më thënë y barazim me 9. Kalojmë në shembullin tjetër me radhë, kemi perimetri i drejtkëndshit në figurë, thot është 22 cm. Cakto vlerën e x-it. Tani, ne dim se perimetri i drejtkëndshit është po barazim 2a plus 2b. Në këtë rast, a në kemi x plus 3, kurse b në kemi x. Kur zëvendësojmë të formula, kemi 2 që shëmëzon x plus 3 plus dx barazim me 22. Së pari lirojmë prej klapave dhe fitojmë dx plus 6 plus dx barazim me 22. Kur i mbledhim antarët e ngjashëm, kemi 4x plus 6 barazim me 22. Në të dy anët zbresim 6 dhe fitojmë 4x barazim me 36. Kur pjesëtojmë tani të dy anët me 4, fitojmë x i barazim me 9. Pra, edhe një herë, së pari lirohemi prej klapave, këtu dhe fitojmë dx plus 2/3 6 plus dx barazim me 22, mbledhim antarët e njëjtë 4x e 2x plus dx që bëjnë 4x plus 6 barazim me 22. Zbresim 6 në të dy anët, dhe më thënë 6 minus 6 bëjnë 0, mbetet vetëm 4x në anën e majtë, 22 minus 6 bëjnë 36. Tani, pasi para x-it kemi 4, pjesëtojmë të dy anët me 4 dhe kemi x barazim me 9. Shpresoj se edhe këtë shembull e keni kuptuar. Pra, ju tani në shtëpi do të angazhoni që në punë të pambarur të punoni këto detyra. Pra, gjatësia A e një drejtkëndshit është për 3 cm më gjatë se B, kurse perimetri i tij është 34. Cakto gjerësinë dhe gjatësinë e drejtkëndshit. Më thënë, e keni të dhënë drejtkëndshin, A-ja dhe B-ja, A-ja është në këtë rast është. Nëse zëvendësojmë kemi x plus 3, kurse B-ja x dhe e gjejmë perimetrin mbase shembullve që dham më përpara. Detyra e dytë, njëra brinjë e një trekëndshi është për 2 cm më e madhe se tjetra, kurse për 1 cm më e vogël se treta. Ja kur keni trekëndshin, caktoni brinjët e trekëndshit nëse perimetri i trekëndshit është 43. Do të thonë, keni 3 brinjët e trekëndshit që janë x minus 1 nga e dhëna e detyrës dhe x plus 2.
dhe dim se perimetri i trekaqësit është a plus b plus c, në këtë rast a-ja, b-ja dhe c-ja janë të shënuar me x, x minus 1 dhe x plus d, i zaventësojmë, barazojmë me 43 dhe e gjejmë vlerën e x-it. Ju dëshiroj suksese dhe shpresoj të ruani shëndetin tuaj duke qëndruar në shtëpi. Po ashtu, ju si nxënës, ju kisha sugjeruar që më shpesh të vizitoni faqen Math is Fun te pjesa algebra, keni detyra të ndryshme që mund të shiqoni, mund të përgjigjeni, më thënë, ekziston mundësia të ta përktheni në gjuhën shqipe, edhe faqja do të përkthehet në gjuhën shqipe, kështu që e keni, normalisht është përkthjesi Google dhe pak ka disa gabime gjatë përkthimit, është gjë normale ajo që vepron përmes Google Translate ose përkthjesit Google, dhe shpresoj të kaloni bukur me këtë faqe. Po ashtu ju sugjeroj që më shpesh të vizitoni, të surfoni nëpër internet dhe të gjeni gjëra të tjera në lidhje me barazimet lineare me një të panjohur. Ju përshëndes gjithë dhe kaloni sa më bukur